Shpresoj mos jemi në vetja që vaj kështu para pasqyrë dhe në qësi mirë. Ju si keni kanë, e më pëlqejnë dorëzat e mia, yes. Kena një Temu haul. Lesh t'i lash, lesh si gjithmonë. Por këtë rallë kam marrë disa gjana shumë interesante që mendoj se kanë më pëlqy. Kanë që kanë pëlqy mua. E besoni ju vallë gjanave dimrit, pikpyetje dhe Temuja, nuk e di as vetë. Gjaja e parë është ngjyra ma e bukur edhe për një toni Liva Bucho, sepse është ngjyra që është bërë ma viral. Herë, shpresoj shumë që të mbijnë për smarit, edhe shpresoj shumë tjetë ashtu si që të ushaun, sepse ka ba 35.000 lek një. Goxha e lejtë. Ta supozohen bejt më shkush? Okej. Noshta dash me marrë sen, por okej. E mora mën për shkak se unë mërdas shumë edhe gjadimit veshi gjana të trasha, edhe thash të kem hapsin në për krap. Mendoj që ta qenë lukën komplet në tjetër nivel, edhe duket okej. Nuk është një gjaja shumë e nxehtë, ta keni parasysh. E prita t'ju them drejtën pak më të trash. Me kombinu me atë dhe këto, kam fillu me ndryshu stil, si që shihni, nuk du me kanë marrë shumë sportive. Duket kështu. Ta shohim ma hapet kjo Simon i vogël. Janë me taq. Sërësisht ka më ba me këtë video, po nejta. Rëndësika që kur duhet me mshej vetin të uj. Qoftë, se jeni të marrë. Edhe isha të anku, harrova krejt që e ka marrë, sepse këta kam vonu shumë. I kam blet qysh se kam kënë Austri, dhe me thënë të është 3 javë. Nejse, kam një çantë të kafe, që rini më thoni ku e ke marrë, të ankuan edhe unë ju them Temu. Mora të zezën për saj. Problemi këty në shqipjen e stërvin. Edhe dajnë shumë, njëkohësisht nuk duken shumë të maja. Kisha harru krejt! Përkëndi ju thash që është trend, edhe mora këta pantalona që nuk ishte supozume me kënë me këtë gjepin kështu, por janë kështu burgundy.